në podcast ri, sot bashkë me mua Drila i Trepçës. Dril, faleminderit shumë mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit shumë edhe për ju me përftesë. Dril, qysh jemi disponim, qysh po shkon në finale? Me disponim sa të shumë mirë. Sa të Shumë mirë. Pas një Mas luje, fitores. po pas fitores në Prizren, me të vërtet punime shumë mirë, po ja që kjo nuk do të ky relaksim e zgjatë shumë, do të me përfundu sa më shpejt që është i mundshëm edhe mju rrugë punës për lojën e ardhshme që është me të vërtet loja një prej lojrave më të rëndësishme për ekipën tonë, sepse mundet me ndryshu çdo rrjedhë, domethënë Rrjedhën e finaleve. Finales, ndërsa me u ndi pak në shta pak në presion, është pak një ngarkesë. Apo ndikon kjo lojrat e shpeshta me të njëjtin kundërshtar? A ndikon kjo, çysh ndikon te lojtari? Po normal që kush është më i fortë psikikisht, normal që e kalon më lehtë. Po ata që janë domethënë më dopt, domethënë një farë rutine nuk munden me përballu edhe munden me u dorëzu pak më herët. Po ja që deri tash tek në ekipën tonë me të vërtetë Qysh po duket të shkon mirë? Po ka rezultu mirë, domethënë përpas lojës poshtë që kemi pas paraqitje shumë dot, dy paraqitjet e fundit i kemi pas shumë të mira, shpresoj që me shkurse çfarë të rrit si tarë, domethënë dy lojët e fundit kemi pas secilë lojë performancë më të mirë. Kështu që shpresoj që kanë vazhdu kështu. Bashkimi e Trepçës janë rival vjetër. Jemi dëshmitar që po zhvillohen finalet të jashtëzakonshme në Prokredi Superligën, po çka i bën këto finale kaq shumë të veçanta? Po e shohim, po e dëshmon edhe ne që basketbolli po mbetet sporti më i dashur në Kosovë. E the edhe ti që dy skuadrat me renome shumë të madhe në basketbollin tonë, edhe përpas asaj janë dy ekipe që gjatë gjithë kampionatit kanë qenë të barabarta. Domethënë me dy ekipe, dy fitore i kemi ne, dy fitore i ka Bashkimi. Duke luftu për vendin e parë vazhdimisht. Ka qenë gjatë gjithë sezonit, domethënë lufta për vendin e parë. Përpas asaj kemi të bëjmë me dy skuadrat me kapacitetin tuaj të njësojt. Edhe jemi të luajtur, domethënë si një farë lojë të shah që shtojmë ne, kush po është më i kujdesshëm, kush po shfrytëzon mangësitë e njëra tjetrës më mirë. Me fituar më. Në këto finale gjanat e vogla i vendosin edhe fitoren edhe fund kampionin. Çka mendon që po e dallon Trepçën nga Bashkimi? Unë mendoj që punën që kemi bërë në kontinuitet që sa vite, po na bën rezultat tash me sukses. Gjithashtu edhe përvoja që kemi, domethënë në brenda skuadrës tonë, që ka lojtar me eksperiencë, domethënë përpos që ka lojtar kualitativ, ka edhe lojtar me eksperiencë shumë të mirë, ndërsa edhe lojrat e fundit u pa edhe një ndimes me të vërtetë lojtarëve të ri që ka qenë shumë fryt i mirë për neve. Je ndër lojtarët kyç, për mos me thonë kyç, je ndër lojtarët kyç të Trepçës. Sa ndikon kjo rritje të përgjegjësinë si lojtar, faktor kryesor, sa ndikon kjo kur del në teren edhe e din që krejt publika e pret Drilën me lujt mirë, me pas performancë të mirë. Po është një diçka që të bën ty me u ndi shumë më ndryshe se zakonisht, se me të vërtetë është me i më i fokusuar, shumë më i fokusuar, sidomos kur e ke edhe përvojën brenda vetit, do është e ke përgjegjësinë edhe të lojtarëve të ri. Se duhet me i majt ata në kontrol, se unë vetë kum kalu në për atë rrugë edhe di që nga njëherë mundet me të hu fokusi, kështu që duhet me pas në kontrol tuaj se këtë ekipën, normal, se ati që është ai cili kontrollon edhe këtë, po ja që duhet me ndihmu edhe në fush, kështu që me të vërtetë është një ndjenjë shumë e mirë, po tash ka kalu me një farë rutine, cila me të vërtetë janë bërë ca vite që me të vërtetë shumë kom luajtur shumë finale, edhe këtë kohën e fundit kemi filluar domethënë finalet mos me luajt, po me fitu. Me i shiju më shumë se me i fitu. Me i shiju edhe me i fitu. E përmenda Adisin, sa e vështirë është me punu me Adisin? A e vështirë apo e lehtë? Nuk mund gjithkohë me punu me Adisin. Për atë po të pyes, se duket shumë karakter. Është karakter special, me thonë kështu, sepse lyp shumë punë. Shumë punën e ka domethënë numër 1, edhe për asnjëherë nuk kthehet domethënë me u relaksu se diçka, po me momentin kur e ke suksesin, ai presioni më i madh është në atë moment. Në atë moment. Po, momentin kur e ke suksesin më të madh, ai ta shton presionin edhe më të madh për me punu më shumë, edhe me pas rezultat edhe më të madh. Ndërsa kur me të vërtetë është një psikolog i cili din me ngjall ekipën, din kur është ekipa në momente më top ta psikikisht, din kur me
Mu sill me secilin lojtar. Po, me secilin lojtar në mënyrën më të mirë të mundshme, po tregojmë edhe rezultatet që kemi të bëjmë për një për trajnerave më të mirë që ka në Kosovë. Që ka në Kosovë patjetër. Edhe në Mitrovica dhe në Prizren po i shohim sallat të stërmbushura. Driloni prap faktori kyç, shpesh herë edhe ofendohet edhe shohet, po sa ndikon kjo te performanca jote? Unë shpesh herë shoh që në këto momente drila dhezet, kështu që Po mu ka bo rutinë, Rutinë. një rutinë me mu hek, unë me shkryna. bu mos me të shoh tani, nuk është interesant. Nuk është interesant, mo. Kështu që me të vërtetun tash, ndoshta janë bo pe moshës 17 vjeçare, e njëjta këngë, njëjta rutinë, kështu që me fillim të karrierës, normal që ka qenë e vështirë, po mendimin sidomos prindve, familjes, vllaut, e kum kalu, të me thonë, dhe kum kalu në një rutinë e cila me të vërtet tash, normal që tash gjithmonë mundohet me ndihmu këtë familja, duke fillu pe prindve, vllaut, familjes vllaut. Ata janë prezent në çdo ndeshje po thuajse. Shumicën e lojëve janë prezent, ndërsa jashtë më jo, Okej. për shkak të rrethonave që po zhvillohen. Ka kalu ky farmiti pak si në rrezik. Patjetër. Kështu që po mundohen me më kuptu ata mu se ka qenë dëshira ime që mos më arë në tem se po ndina më rahat. Ma rahat. Sa të themi, çfarë ndjen ti kur isha ata kur lun para tyre? Po mendojmë pi Driloni që ka qenë 17 vjeçare, ka pas një jetë krejt ndryshe, tash vjen edhe familja e ngushtë, vajza e krejt janë aty për me po. Une kom thonë edhe them prapë jam shtytja ime më e madhe. Sepse kur isha ata që me të vërtet gjithmonë janë krah meje, ndjena më i fortë, ndjena më i fuqishëm, edhe më japin krah që me i tregu aftësitë e mia. Aftësitë e tua. Pse duhet me ftu Trepça këtë edicion? Sepse është një prej klubeve më të mëdha në Ligën e Kosovës, i ka shikueshmërinë më të madhe në Kosovë, ka tifoz më të flakë në Kosovë, është qyteti i cili jeton basketbollin. Jeton për Po, basketbol. jeton për basketbol edhe don marrëzeshëm, kështu që për këtë arsye Trepça meriton që me kontinuo. A ma let me u shpall kampiona me mbrojt titullin Ma kampion? vështirë është me mbrojt titullin e kampionit se me fitu ato. Për ballë keni një kundërshtar si që është Bashkimi, keni pas lojë, keni qenë shumë barabart gjatë gjithë edicionit. Po cilin lojtar e kishe veçu që e ki ma vështirë me lujt kundër ti tek Bashkimi? Po, me thonë drejtën, shumë pak miremi individualisht. Ma shumë një si skuadër jemi skuadër e cila mundohemi që ti skautojmë ose ti ndalin pikat kryesore tyne dhe lojën ata që cilën e praktikon. Lojë individualisht ku nuk mundesh me u bo kampion. Qëse ki individ, ku nuk mundesh me u bo Për atë kampion. arsye është edhe lojë ekipore, luhet 5 me 5. Kështu që këto dy skuadra kanë tregu që janë skuadrat që luajnë ekipore dhe për atë arsye janë edhe në Janë këtu ku finale. janë. Edhe unë nuk mendoj që cila dy skuadra e cila humb se ka humbs. Sepse të shkojsh në dy skuadrat më të mira në ligë, me të vërtet nuk është e pakt. Kështu që unë mendoj që ne mundohemi që po ka pas lojtar shumë të rrezikshëm, më ka, du me thonë një farë mënyrë, më ka lënë bresa loja si vjetë ka luajtur shumë i Lejsoni. Lejsoni. Ka pas paraqitje shumë Shumë të mira. Po. edhe e përgëzoj, shpresoj që ka me vazhdu me punë më të madhe, jo mu vetë Mu kënaq, vetë knaq. po me pas, do me thonë, një motiv, shtesë për me tregu lojra dhe më të mira. Besoj që kur Lejsoni një këto fjalë prej teje, ka më motivu edhe ma shumë. Me thonë këto fjalë Drilon Hajrizi është ka motiv. Unë kam me këtë mirë, edhe jovi që ato po të gjithë, edhe kom ditë edhe me qërtu shpesher, e tjene edhe aj, jo mundu s'faku përvojën tem, ose gabimet cilat i kom bo në gjatë karierës tem, mës milo me bo. Po, nuk kom vjen marrën që se thirin telefon edhe i thamë, Lejson qëto, unë e kom hek me qëta, ose këtë rast Lejsoni, po Kush do që tjetër? Kom ditë me thirë edhe me thanë, shika, unë e kom vujt për shkak që saj, Mos e bo ti. mos e bo ti se të ban keq. Kështu që nuk
domethënë marrë, edhe nëse ai domethënë nuk ma mirëpret mirë, unë e heku një barë që kanë prej veti me bartë eksperiencën teme tek. Kur jemi me çush e ka raportin Driloni me tash e sa vite pjesë e basketbollit, çush e ke raportin me basketbollistë të tjerë? Edhe cilin e kishi veçu ashtu si mik më të mirin? Me thonë drejtën e me gjithë. Pak e vështirë, po. Me gjithë, nuk e kujtojnë ndonjë lojtar shumë, domethënë, seriozisht me thënë, që e kam keq me ta. Keq me ta. Ose e kam ashtu që e marr shumë me nervozizëm ndaj tij. Nuk e kam zakonisht tash që jam domethënë këtë moshë, nuk e kam, ndërsa nuk pe ti çka me veçu asaj përket mirë. Me mirë e kam ma shumë me lojtarët të Mitrovicës. Lojtarët Mitrovicës. Po, zakonisht të lojtarë që unë e kam edhe Dardan Kapitin, dhomë. Kur të gjatë utimeve kam cimer, edhe me ta, me Mikailin të Mështiqin, jam afërt me Erionin, ndërsa me Samirin, Musabin, Bulinin. Tu të pyet për këta, për ta që janë Mitrovica li, po që luajnë njerë, ç'është është raporti Samiri, Musabi? Shumë i mirë, domethënë unë me ta shpesh herë edhe më stan baza ditore kontaktojmë, edhe me të vërtet mundohem me ato që thash më herët me ndihmu, po pse jo edhe me ndihmu ata, zakonisht edhe ata mu më ndihmojnë gjatë verës, sepse u stërvite me ta. Me ta. Gjatë pauzës ata ma tri, po të me nga shumë asyre, kështu që po mjefit edhe ata. Edhe këtu ka benefite, ata stërvitin me ty. Po asnjë proces nuk shkon deri në fund pa konë vjen. Fitore me fitore t'i vonë. Pa tjetër. Cila është rutina jote, Trilon? Që është mëngjes, është finalja, a ka ndryshu rutina jote tash në finale, apo po e ki rutinën pak ka shumë aty? Është një finale pak, mund të them lirisht, pak ma e qetë edhe ma e vetmume. Pse po e them ma e vetmume, se të vy një farë fokusi pak ma specifik. Ma i madh. Po, edhe nervozizmi ma i madh, edhe tash edhe familja e mësu me mu. Qështë e ka lënë familja këtë pjesën të ndë kur? Po, me thonë drejtën fillim në shtalkon, po tash janë mësu me mu edhe e din Lene, se e ka rutinën e vetë, për pas asaj e kam edhe një ushqim pak ma zakonshëm, po ma specifik që e përdori këtë kohë, edhe ushqimin dhe me thonë është ma i letë, se zakonisht gjatë vitit, se ne jemi pak lejtari cili jemi në Kosovë dhe kemi shumë ushqime tradicionale që të bojnë një pak maran. A më të bojnë mirë. Të bojnë mirë, po ato do me thonë shpesh tash në e cili prej ushqimeve të pëlqen kështu mas shumë prej ushqimeve tradicionale që jashtë sezonës, e ki kështu. Fliljat kënaqë, mantijat kënaqë. Flime o gorta o skavre. Po, është një disa ushqime që me të vërtet dështa me rastet kënaqëm, po na bojnë keq gjatë sezonit. Po na bojnë keq, gjithë qysh. Dhe me thonë, ushqimi edhe kjo themi vetmia e ki që me kalu rutinë finalet me kalu pak ma qetë. Pak ma qetë, kom qetë se jam pak ma nervoz edhe ma temperament. Edhe e ti vetën që mund e shpesher me bu ndë një reagim që mund edhe ata me i lëndu, familjen sidomos, edhe nuk kom qef me i lëndu për asë moment. Edhe ata e kanë vrejt edhe me të vërtet e kanë kuptu mirë edhe tash... Tash jeni në rregull. Tash e sa Qysh është atmosfera brenda skuadrës? Tash tensionet veç bine shtohen, themi drejtën, po qysh po e kalon tash e keni një mix lojtarëve të ri, pak me eksperiencë, lojtarë të huaj, qysh po e kalojnë? Është një mix shumë i mirë, mes lojtarëve vend të huaj, lojtarëve të huaj me ma eksperiencë, lojtarëve vendore dhe lojtarëve të huaj matri. Matri. Edhe është një farë atmosferë shumë e mirë, e cila ndoshta për ma të mirave që kemi pas, një atmosferë e cila me të vërtet të mundu me ndihmu njëra tjetrës, të leonona është kualiteti, nuk po vlas për kualitet, por si djem, edhe është një rregull tek ne, në skuadrën tonë që
djemt e këqin, muna me thonë kështu, ose djemt cilët me të vërtet e prishin atmosferën, ose djemt egoist që dojnë me tregu lojë vetëm të mirë personale, nuk kanë vend brenda Nuk ka grupit vend tim. trips për këta persona. Nuk ka vend. Do me thonë, a kemi sukses, a nuk kemi sukses, ajo është tjetër Çështje shka. tjetër, A po kupton? Po brenda skuadrës Trepçës, për pas që Adisi nuk e toleron, e kemi edhe një grup me lojtarëve tonë, do me thonë, që jemi që sa vite, që përkujdesemi edhe që bashkarisht me menaxhmentin e klubit edhe me shtabin teknik jemi mundu me bo një bazë të mirë, e cila me të vërtet është për momentin shumë stabile, që nuk lejon, do me thonë, edhe ty të qetë keq, deshta apo s'deshtin, që se je karakteri keq, do me thonë, vetë e distancon vetën se nuk i vend. Një rihullumtim shumë i vogël e shohim që Drilloni për shumë gjana është i pari. Drilloni është i vetmi lojtar në Kosovë që ka luajtur për 4-shën e madhe të themi ashtu të basketbollit, Trepçën, Bashkimin, Pejen e Prishtinën. Sa e vështirë është kalimet, ose sa e vështirë, nëse mund ta quajmë të vështirë, kalimi nga një skuadër në skuadër tjetër edhe ku jeni më së miri duke përjashtu Trepçën. Në Trepçë në shtëpi besoj. Kalimet, gjitha kalimet kanë një histori interesante, pse ka ndodhë edhe mund me elaboru pak a shumë. Largimi pi Trepçës ka qenë ajo koha kur Trepça ishte pa palesër, edhe normal që një vit tentova me shty ashtu, po e po që nuk... Kom qenë një prej, mund të them, lidhesh një prej ashtu që vendin e Mitrovicit nuk kom dosh me shu kur. Ja kom pas atë mentalitet, po me të pamin, do më thonë e shikovam, shket mundësitë e mundshme edhe po që jam të e dëmtu vetën, karierën time personale, po nuk më ishe mas me ndihmu skuadrës në atë mënyrë. Në atë formë, pa tjetër. Edhe vendosa që me pu një kalim. Pas shumë ofertave që i pata, e posh matë rrugës që me kalu në Pej. Në atë ku, ka qenë një prej periudhave, do më thonë, më të mirat karierës time, jashtë atë Trepçës, ka qenë, do më thonë, një periudhë cila jam ndje shumë mirë, edhe po mendoj që kom jap maksimumin tim për atë skuadër, edhe jam ballhapur se me të vërtet jam mundu edhe kom jap ato që kum mujt zakonisht. Po erdhi një moment i cili deshta me provu vetën në gara ndërkombëtare. Edhe erdhi oferta pi Prishtinës, edhe po është arsysh me luj. Prishtina ishte në atë kohë vetë me skuadrë cila luajke në FIBA Eurocup. Edhe pranova ofertën edhe vendosa me sfidu vetën. Edhe në këtë segment. Në këtë segment. Po ta paraqitje në FIBA Eurocup, pastaj edhe në Champions League. Për ati momentit erdhi një ofertë prej një ekipës në ligën e parë të Turkisë, po që nuk u realizu transferi për shkak të një problemi shëndetësor që kom pas, edhe u tashtë të më thonë me rikuperu për ati problemit, edhe me kam u rikëty prapë në Prishtinë, vazhdova një gjys viti edhe erdhi oferta prej Japonisë, edhe pranova ofertën Japoni, edhe kom pas një sezon shumë mirë, po ta fatin që me u lëndu. Edhe u riktheva. Pas lëndimit, do më thonë, erdhi momenti i rikthimit. Edhe do isha me gjithë një skuadër e cila është skuadër pak ma pa presion për titull, edhe skuadër e cila kom një tretman sikur prej fizioterapeutave, sikur prej stafit edhe kryesia dhe gjithë kush me konë sa maj qitë. Edhe momenti që edhe patën disa oferta për skuadrave që lufteshin për titull, po nuk isha interesum. Edhe do me thonë miku em, në trener në Bashkim, Jeroni Mosharin. Edhe me bisedë ndaj tij, ja shpjegova që unë nuk munde me konë atë presionin edhe të suksesit. Po, ai këngulli që t'jem pjesë e Bashkimit edhe vazhdova me Bashkimin, po ka qenë një për vendimeve cila ka qenë shumë i mirë për shkak se kom pas tretman shumë mirë,
Edhe do të thonë u riktheva Në basketbol. basketbol apet prap në aty ku e lash. Pastaj ka qenë dhe interesante edhe ftesa e artit, gashtit. Se Arti aty gashtit. në atë kohë kur artin thiri mu klubi PS, do të thonë të kish ndalë aktivitetet, edhe më thirë mu thotë jam i interesum me rikthy prap pejen. Pejen. Po, edhe duhet ndihma jote. Sa e rëndësishme është kur tjetë dikush edhe e personalizon kërkesën, më duhet ndihma e Drilonit për me rikthy pejen. Une gjithmonë jam i gatshëm për mirën tim. Pa më parasysh çfarë raporte kam, mundohem që me i ndihmu, se po i ndihmoj mbi gjitha Basketbollit, patjetër. Edhe une e kum pasit arsyeshme që peja e ndihmon basketbollit. Një ekip, do të thonë, e katërshës të madhe. I vyn ligës basketbollit. Edhe, Gjithsesi. do me thonë, tash mas pari të shmu taku pak edhe me shiku mundësin se në qfar pike po këshirë te me u rikthy. Me rikthy pejen, Apo patjetër. kupton. Edhe ullën, bisedu, e pash që ka një projekt serjas edhe që e ka për me një mend për me u rikthy, po e disha që ka me ka një prej vështërsive më të mëdha për shkak se një ekip e cila e mori një emër pak si Patjetër ato është rikthimi është më i vështirë. për me i sjell. Me i sjell. Edhe ullën bisedu me artin, i qitëm gjitha gjërat në letër, edhe vendosëm me vazhdu bashkarisht me familjen Gashi edhe me menaxhmentin që ka qenë atëherë, edhe me krejt qenën teme, do me thonë, jo mundu që krejt ata agent që i kum njoft, jo hi, do me thonë, dërzon vetë, jo hi, kum garantu vetë. Edhe kemi bashkarisht me Ortin, me Rajën Fatmir, kemi arrit me rikthy klubin, edhe rikthym në formën më të mirë të mundshme. Fitum trofej. Trofej, po. Gjithashtu edhe ke edhe viti, do me thonë që besoj që ka qenë formalitet fitimi kampionit, kështu që po pa më parasysh pandemia ndërprejti, edhe kështu që u rikthym prap pas pandemisë, edhe edhe një moment i cili ndriti me vullnetin, më thyrën në telefon, unë kisha kontrolët të deri në janar me pejen, edhe pak me shako ata ashtu, e thanë, edhe pyet fjallët që i kanë thonë, tha, unë duke kisha në ty, në valjo, kush është? Tha, NATO këtë. NATO, ta më NATO. Tash po bisedoni me këforin. Pak shako, tha, po më duhet më taku, jemi taku, e kum po që me të vërtet e kanë shumë seriosisht, Bireni mu ka ndodhë pak e hiperbolizume, po ata me të vërtet e kanë. Kjo po dëshmohet tash, mbas sa viteve. Unë e menoj që i ka kalu prishmërit? I ka kalu prishmërit e mija si Driljan. Për një kohë ka shkurt me pas të suksese, me të vërtet është e vështirë. I përgëzaj për punën, shpresoj që kemi pas edhe shumë. Jo vetëm klub të na, po basketbol. Mi pas në basketbol, pa tjetër. E përmende pejen, ti se thash, për shumë herë ka me thonë ti i pari, ti i kapiteni i vetëm i pejes që nuk i kom pejon. Qysh erdh kjo lidhje, ky besim mes klubit, qytetit që Driljon Hajrizi me qenë kapitani KVP-s? Une gjithherë kom hezitu me marrë titullin e kapitenit. Kanë qenë disa arsye pse unë kom hezitu, po një për arsyeve ka qenë se në të kaluarën ka pas shumë probleme me pagesë. Edhe këtë ato zhurmat do të me shku në përmet kapitenit. Edhe shkurt të shqip nështë ta kom pritu pak a shumë me hija soj vale, por gjithë mund kom pjesë, do më thonë me ta, po me nisat vale gjithë mund kom pritu. Edhe kur më ka thirë Arti, kom thonë Art, unë e kapiten nuk du më po. Ma ka bu, do nëse zënë të s'ki qare për Ti dush më bu. Po, ti ke bashkarisht me neve, e ke ndimu këtë ekip që më rikthy, edhe ti ke me marrë. Pas shumë hezitimet, me të vërtet familja Gashi, më ka shty që me fitu, po kom thonë okej, dhe sot stabilizohemi, si skuadër ka me majt, po me momentin si stabilizohemi, më me shu se nuk du me qenë pjesë. Nuk du me kon pjesë, jam të pak man
që nuk kam qep me e marrë bajrake dhe medalë me... Medalë, po patjetër, po të kuptoj. Jam as i tipi edhe nuk kam dasht me e marrë. Kështu që kështu ka bërë, do të thonë me insistimin e familjes Gashi e kam marrë. Edhe në sponsorit. Në Në atë kur një për sponsorëve kryesor, se një farë mënyre, unë e kom dashje me po edhe gjendjen financiare dhe arti familja Gashi e ka ftu sponsorin. Një fjallë edhe ai ka garantu që ka me ka një prej përkazë. Ti ke qenë zëri i krejt i skuadrës për këtë arsye dhe i ke pas krejt këto kërkesa. Po, e kom pas se unë e kom hy garancë vetë. Për vetën edhe? Për vetë, të shumë sponsor, unë e kom shti menagjer, të shumë menagjer, unë e kom shti të agent jam, mas pare kom shti vetën, si lloj garancë. Garancë. A më kupton? Edhe kështu që nuk më gudzoftë edhe bashkë me i ashtu... Pa e pas një farë sigurie. Të qartë se qa po kërkohet. E përmendëm pak pjesën e Japonisë, shumë larë Kosovës. Si ndodhi me u transferu në Japoni edhe që është realiteti në Japoni, jo vesh në pjesën e basketbollit, po të tek pjesa e rutinës përditshme. Ka qenë një prej eksperiencave më të mira tjetës time. Për pas që ka qenë një prej ligave më të forta që unë kom lujt, ka qenë një prej periudhës që mas shumë t'i kom sup, jo vetëm për basketbol, po për jetën përgjithësi. Se si jetohet me profesionalizëm, se si duhesh t'jesh profesionist, si duhesh t'jesh i sakt, si duhesh t'jesh, do me thonë, komunikativ, me respektu, si kur lojtarin, bashkëlojtarin, njerëzit, ma t'vjetin. Këtë është një prej vendeve që Ka mësu shumë. Unë ka mësu për jetën shumë edhe mi ka vërtetu ato që prind gjithmonë kanë punë. Kanë udhëzu me i boshte që në të vërtet ka qenë për periudhave që ka momente shumë të mira, ka momente shumë gëzushme, ka momente edhe të jëndimit në këtë rastin e lëndimit. Po, në të vërtet ka qenë. Cilën story, cilën ngjarje, folëm edhe më herët që kishim ngjarje interesante në Japoni, po çaj kishte dash me nda diçka me neve që se ke nda më herët. Po, për momentin, ndoshta jam pak në mëdhi edhe nuk po më kujtohen shumë, po une për momenteve të para, do të thonë, për arritjes time në Japoni, ka qenë ai momenti cili me të vërtet ka bu me mendu, e sidomos fillim, ka qenë ushqimi. Ushqimi ka qenë shumë. A ke pas problem me ushqim atje prej flis me shku në Japoni? Në 2 javët e para, që kom pas vështërsi, mendova tash aty edhe jam rrit internet edhe i kom kshir bileta co po kushtojnë me ikë. Besoj që po se me të vërtet ka qenë shumë e vështirë. Ndërsa me momenti kur u adaptova pak, edhe ka qenë edhe e dyta ka qenë udhëtime të shumta. Do me thonë, unë në 7.000 mujtit nuk e më shku në banes të njëq. Ose ka qenë pej, Japonia është e hodhë, kështë edhe e gjatë, kështë që dash kemi shku prej qytetit, qytet, dikur në otu me aeroplan, dikur në otu me tren, dikur në autobus, edhe ka qenë një jetë tepër e madhe, tepër dinamike. Edhe ka do ndoshta me muj nuk kemi shku në dhomë. Në përbanesat e juja. Kështu që ajo ka qenë pak me momentet ma të shtira, ato transfertat, ato pej një venit një ven. Ato janë prej aty në momenteve që kanë ndodhë në renda aty shumë momente, shumë ushqime të reja, që çdo vend ajo pjesë ato ushqime tradicionale të vetat. Po, edhe që është një prej gjërave kryesore atje klubi ta hek, në rast udhëtimit ta hek vetëm udhëtimin. Pjesën tjetër? Po, pjesën tjetër t'japin pare. Do me thonë të hapin një gjëparas prej, po them kështu kushtimi shpini shumës, edhe ti, do me thonë, shtunë e dilën mbrenda sa kime qëndru aty, se aty luhet shtunën edhe dilën, 2 lojran. 2 lojran? 2 lojran luhet. Edhe do me thonë të hapin 100 euro, 200 euro, se po thamë shtu kushtimisht, në shumë, edhe ti, do me thonë, hanë qka do. Edhe me atë moment, unë shpesh i kom pyet pse është kjo, do me thonë, se na i na mësu këtu, kur këtojmë klubi hek gjithat, nuk kemi, do me thonë, kemi rrogën, por nuk kemi pjesë tjera.
Ata u arshtetojshin që ka shumë lojtarë që i kanë ushqimin, domethënë shumë Specifik? po specifik, edhe ka ide që nxirrin që shtojnë në zhargonin popullor. Patjetër, ma mirë për vete. Po, secili, kështu që pse me asi, kështu që le të hanë qysh e ndjen vetën ma mirë veti. Gjithashtu ka pasur edhe dreka që ka organizu klubi, në rast se ndonjë suksese diçka. Ka pasur edhe do fa rituale që u bojshin atje që në të vërtetë kanë qenë shumë shtirë tash këto për opinion me sharu, po me sharu. Më ka po me undi dhe me Përvoj interesante. Shumë interesante. Edhe ja propozoj se cilës me vizitu atë vend, se me vizitu është shumë e njërë. Drilon edicioni 2024-25 nuk nisim formën më të mirë të mundshme për ty. Një shqetësim fillimisht u dok i vogël, doli me qenë kogja serioze dhe që të mbajti jashtë parketit themi afër rreth 4-5 muaj. Qysh është kjo pjesa përveç stresit e depresionit me lëndimin duke u ballafaqu, po edhe kjo pjesa me qenë jashtë basketbollit? Po, fillimisht në atë fillimet e veta nuk i kom mendu se njëherë mora si diçka një grip, sa ashtu më thanë në disa doktor në Mitrovic, edhe kom përdor terapitë e një gripit, për po është vetën që jam të shoqerë të shku të markeq. Edhe vendosa me shku me i bo gjitha analizat, gjitha, dhe më thonë, me shiku sakt se çka kam, se të isha vetën që nuk është grip. Edhe në atë periud nuk më karon men për basketball fare. Kështu të them drejtën se ka qenë me të vërtet një prej periuda më të vështira të jetës tem. Edhe kur e kemi diagnostifiku, mund të them, është ndoshta edhe fjalë e rëndë. Patjetër, po kur e kemi kuptu se çka është. Kom fillu paka shumë me po që nuk është problem, që zgjatë problem që ka mujt me kalu diçka të rrezikshme, po mas e gjetëm herët, e po është maldet e mjekueshme. Po, e mjekueshme, edhe atëherë fillova me vazhdu, edhe pse me thonë drejtën, në ato momente kom pas dy rrugë. Thësha, mos është momenti për me ndërpri. A ke mendu me lon basketbollit? E kom mendu. E kom mendu se nuk e kom di se në çfarë gjendje po përfundoj. Edhe, apo me provu edhe një. Po, nuk e kom mendu njëherë, e qita lash, buna një step back, edhe thash, pres njëherë, qëtësuna dhe të shoh një përfundim se ku po vjen. Kur e posh që edhe një moment që u kry gjithë shka mirë, një operim që e po ta kaloj shumë mirë, një infekcion që e po ta kaloj shumë mirë, e posh që nështë kësha mujt me jep edhe pak të shka basketbol. I vyn basketbol. Rikthimet gjithë po i kitë fuqishme, njejt me pejen, tash u ktheve prej lëndimit, themi ashtu pe quajmë lëndim, sepse ma letë e kuptushme. Prej rikthimit fitus i kupës të Kosovës, çfarë ndjenje është tu e menu me lon basketbollin edhe mu kurorzu shkurt si fitus. Asë njëhen jetën tënë nuk kom qenë më emocionum sa atë moment. Sa atë moment, e kemi po, edhe një intervist. Një intervist, nuk e di pse ndodhe ajo, se zakonisht jam tip pak ma i ftoft. Edhe munem shumë mirë me i menagju situata. I menagjoj shumë mirë, për që ato e pranej që s'ko mujtë, kom shqit. Edhe më ka ordinati shumë. E kemi po një trilion tjetër. Po, më ka ordinati shumë që kom orë në gjendje, po ja që emocionet të ratun edhe më shqit i loti. Po prapë se prapë edhe ajo është një periudë që la përjetova dhe ato. Që më ka bu mu ma shumë të përshtypje sa unë jem rritu të po të lujtu basketball e bashkë me mu edhe shumë njerës tjerë. Po Driloni masi që e murë pak vetë nuk ka munguna për salat basketbollit. E kemi po që ka utu bashkë me Trepqen, por ke utu edhe me Kosovën në torë për me kona të nëse jo me dhonë kontributin të në parket me qenë forcë morale për Kosovën. Kështë e pa këtë përvojën tash, mësë me pas obligimin e lojës tërvitjeve, po me pa basketbol me pa shtete. Ma fështirë. Se ishe disa gjona që... Kur je më rana lojës në parket, ti
fokusohesh në gjona që e marrë vesh me trenerin, me staf teknik edhe me bashkë lojtarë që me izbatu. Edhe shpesh herë nuk të bjen as me këqyrë se aji të lujtë mirë, aji të lujtë keq, apo aji të çka po ndodh për rreth. Ndërsa kur ishe jashtë, e ki fokus veç rezultatin. Atin edhe kur nuk ishte shku mirë, E për fatin tonë keq, nëntori, nuk ishte mua jonë. Nuk mu ishe me ndihmu skuadrës, ajo kjo momente maj keq se pse nështë kësha mujt me ndihmu në gjendje të shkej mendja, pse tani hajtë jo se doktori të ka thonë jo, adin, është një ndjenjë e cila me të vërtet jo mundu me ndihmu si skuadrës, si unë e kom pas me otu edhe me skuadrën e Trepçës në FIBA Eurocup në lojtë e fundit, se jam tip që mundohem çfarë do mënyre me ndihmu skuadrës. Se jam rrit tash jam bos që disa vjet në basketball edhe normal që basketbolli është një pjesë e jota. Pjesë e jemja e pandashme. Edhe jo mundu me ndihmu, edhe pse në shtas ko mujt shumë, po është qaq prezenca e Drilonit është ndihmesë vete. Kur jemi te pjesa përfaqësuesve, ti je pjesë përfaqësuese son që nga ditë e para, po cilën ndeshje e kujton me nostalgji, cila fitore të bën mundi krenar, po krahas fitores edhe cila humbje pak ta than zemrën kur e mendon që ja nisi një prej humbjeve që se kom përjetu keq, hiç pa kom përjetu, edhe pse kena humb. Po loja e parë me Sloveni. Loja e parë me Sloveni. Më rëndësi që jena paraqitë si shtet, ajo ka qenë. Ka qenë një prej ëndrave të cilit disa lojtarë që kanë qenë NBA, Euroleague, edhe ti në farë mënyrë tani ke po një kohë vetëm televizion. E tash me lujt kundër tëne. Direkt në fush bashkë, do të thonë kundër njëri tjetrit. Edhe e pajshë, do të thonë kur himnin, kur e kanë lshu himnin, e pajshë krah për ty edhe ata, do të thonë, të nejtë gaditën para himnit Kosovës, një farë ndjenje krenarie, po kupton. Edhe ajo ka qenë një prej momenteve më të mira që më ka bo me undi mirë. Kështu me undi tamam që që tash unë du mu mundu me bujt diçka për vendin ta. Është një farë ndjenje, dallon besoj kur lumë për ndonjë skuadër edhe kur lumë për Kosovë. Është krejt dallon tjetër. Kosova mbitarët. Unë e thonë me plot përgjithësi, kur nuk mundam me ndihmu Kosovës, nuk mundem me u stabilizu. Edhe ekipet janë tip që e vuj shumë humbje, po sidomos me Kosova dhe shumë. Mesazh shumë i bukur për gjeneratën e re që e veshin fanellën e Kosovës, po duhet me kuptu se sa pesh ka ky flamur e kjo fanellë. Unë për këto du me përqy shumë mesazh, kanë shpiv shumë edhe për mu. Unë e ku marrë dënim për shkak të saj, po nuk është e vërtet. Për flamur, do të thonë, Kosova, panela e Kosovës lunë, do të thonë, ka peshë të madhe, edhe jo gjithkush mundet me bërë ata dhe me pa, do të thonë, kështu që unë e thamë me shumë përgjithësi që të kenë kujdes kur të veshin atë fanel, edhe në qëse nuk jenë nga që mos të pranojnë, po kur të vinë aty me jep, do të thonë, maksimumin, edhe me përfasu se jo gjithkush, do të thonë, e ka atë ndjenjë, se cili njeri e ka atë mënyrën e vetë që kontribon për vendin, dikush ka kontribu me luft, dikush në forma ndryshme, po edhe kjo është një farë kontributi i llojit të tij. Kjo është kontribut, do të thonë, që lufton për vendin tonë, kështu që mendoj pak që jetë të kontribu për një diçka shumë. Për shtetin tonë. Kjo është mëse e vërtet dhe pajtohem plotësisht me ty për këtë arsye përmenda edhe gjeneratat e reja, se thash kur këto fjalë i thot Drilon Hajrizi, besoj që për shumë kënd ke qenë dhe je idoli i shumë basketbolistave. Edhe sa kena pas Drilën aktiv në basketbol. Po, me tonë drejt, nuk jam të e mendu. Si të e mendu? Nuk jam të e mendu, po... Kjo është klajme që s'po mendon Driloni mu penzionu. Une gjithmonë, gjatë karrierës tem, kom thonë, kur e shoh që nuk kom qef basketbolli me mla mu. Une kom qef me mla basketbollin, edhe kur e shoh vetën që jam të shku, do me thonë, drejt një rrugë e cila nuk mban mirë, mu as basketbol. As basketbolit. Kur s'muna mu me kontribu, e shoh që po vështërsohet kontributi, atëherë
me shumë knatësi e kisha lënë edhe ma herë, ndoshta nëse kisha pas Se kuj. kishe prit Po, këtë po që se moshë kisha je. pas që dikon po e dëmtoj një djalë të ri ose një diçka, në të vërtet e kisha lënë, nuk e kisha hezitu se mendoj që ka unë një momenti që dikon kontribu boll, edhe me kontribu për një pozitës tjetër. A kena me pa Drilonin të kontribu me një pozitë tjetër? Po, Gjithçysh. jo vërejt dhe basketball nuk ka ku shkon tjetër. S'ki ku S'ki ku shkon, edhe gjithçka une smutje më kohën krevet një kohën, në atë periudhën kur ka qenë rrezik, diçka nuk më ka shku shumë mendje, po si e Prapë kom ke shliru, kthyer. apet kom thonë, domethënë, jo mundu në çfarë do mënyre, ndoshta ka një herë pi spitalit ka ndodhur kom çu mesazh në grup të klubit, se kom Klubit. shënën në grup, jo mundu ndoshta kom thonë, ndoshta mos 1%, po mund Po mundesh me rriti ndryshu motivin, diçka, apo kupton. patjetër. Kështu që jo mundu në ato mënyra, çfarë do mënyrë ku mujt me kontribu, kështu që normal që është një diçka që E pandashme. e pandashme. Tash i pjesë dhe e bordit të shoqatës së basketbollistëve dhe basketbollistëve të Kosovës, që shtu do kësë iniciativë tash me pas edhe basketbollistët dhe basketbollistët një organ që i mbron, ma herë që ka mungu e këtë përgjësi gjithmonë e ka bardh kapiteni, ashtu dhe Po. që shtefe. Po, kemi kone për veti kom kontaktu shumë lejtarë dhe për para me e kriju këtë shoqat, Shoqat. po dyqysh një farë pat, edhe nuk kom hasë shumë. Në interes E, për poljeve po, tjerëve. Kështu që një kohë tani u tërheka, kështu që kjo është një për vendive më të mira të mundshme. Apo kuptan, sepse tash për momentin liga është stabilizu, si për ka financat, si për ka shumë sene ka liga jonë është stabilizu, kështu që dështë shoqata kanë qenë pak më e qitë, po jo që nëse dikush ka ndonjë problem, ose Nevojë. diçka nevojë, me të vërtetë është një diçka një atëres shumë e mirë, sepse e përfaqësojmë edhe në bordin e federatës. Federatës, Edhe çdo patjetër. kërkesë që ne kemi mundemi me adresu direkt në bordin e federatës, federatës. jo nëpërmjet ndërmjetësuesve, jo nëpërmjet njerëzve, po e kemi domethënë për momentin i kemi dy, po më duket në talmën do të jetë një, po i kemi përfaqësues direkt Prapë në se bordin. prapë është një federatës. përfaqësues është Është zëri një i juaj. përfaqësues, është një zë i cili me të vërtet mundet me bu kthes në ndonjë vendim që është në të mirën e lojtarëve vendor, kështu që shpresoj shumë që kam një shërbygjet. E kemi pa Drilonin parket shumë luftarak, shumë serioz, Driloni basketbollit që e njohim gjithë. Po kush është Driloni jashtë basketbollit? Çka të karakterizon? Një përshkrim shumë i shkurt i vetës sate. O, krejt jetën një. Kritit e njeri. Krejt jetën një. Nuk je ai nervozi, nuk je ai që e shoh. Shpesh herë dhe familjes jetonin, që a është qështu, A, sot qështu shpe? O, jo, bre tjetër, o krejt. O, jam tip shumë ai qitë, tepër, dhe me thonë, jam drastikisht më i qitë, jam tip i cili me të vërtet marrë vendime shumë qeta, dhe Qeta. bën një tension, po ja që basketbolli është diçka tjetër, se me të vërtet ki barë shumë të madhe. Shumë të madhe. Ndoshta edhe këtu e pas parasysh ato që pi moshës 17 vjeçare kom qenë të qysh sy. Pjesë e basketbollit. Pjesë edhe sy edhe Edhe pjesë e kyçe domethënë edhe barë mbi veti. Kompoz domethënë të rezultatit. Të rezultatit. Edhe normal që ajo kur ti Ai kish e rrit parasysh që përgjithsinë. e rrit përgjithsinë, e ki domethënë një qytet bazet i cili kërkon pi teje, edhe ajo ndoshta ta shton atë adrenalinën, ta shton atë presionin që me të vërtet kanë herë del pi vetës, shpesh herë kena ditë me po edhe vendime që veprime Veprimet që jo që i ke ropi shmon. Normal është ajo se nuk është une për veti ndjena mas keq në botë kur e bëj dikon me u ndi keq. Keq. Kështu që une them prap me u mundu në ato momente me Edhe me mirë kuptu. me mirë kuptu, edhe që tash për shembull unë mirë kuptoj shumë të ri, edhe mundohem me shumë mirësi me shku me i thonë që ndalë se nuk bën. Së shishtë. Po. Nuk bën se e kumpohe, nuk bën. Më ka po keq mu. Mu ndërshta ato veprime, ato kanë has me në syrin e ndonjë njeriu që me të vërtet ka pas ndërshta ambicie shumë bëja për mu që tani masane ka rezultu tjetë keq, kështu që në të vërtet duhet me mendu për staza ma afat gjate, jo ma afat shkurte që i bën mirë vetës, i bën mirë basketbollin për gjithësi, që ti është sa ma i qetë dhe me kontrolu vetën sa ma shumë. Etapën e basketbollit besoj që e ndon mes asaj pjesës si adoleshent, edhe Driloni që ka kriju familje tash i babin i vajze, sa ndikon, sa emocionues është me pa vajzën të përcjell në ndeshje. Se mas gjithë fitoreve, po themi ashtu, e di që e ki vajzën në krah. E kam një pikave ma të ti me personale, edhe
është ajo që më bën kur të shoh ato të rreshur ploka. Me rreshur plak për Bobi, është ajo që ndoshta ta nxjerrëm diçka që se Ma ke shumë pas se 100%. ta nxjerr për vetit, kështu që normal unë them prap, pe fillimit karrierës time ku pas përkrahën shumë të madhe për familjes, fillimisht për prindve, vëllaut, familjes vëllaut, tash edhe me të vërtet ku pas fatin që ta Atë kryem mirë edhe kupton gruaja, edhe që tension të lojës. Se shpeshherë besoj që je edhe nervoz edhe në shpesh, shkoku i lojës. shkoku i lojës, po mësu, edhe tash edhe ma herët, u mirë kuptan shumë mirë, edhe... A i pëlqen qikës basketbolli? Pëlqen shumë e shiku, Okej. me lujt nuk e ka fillu, kështu diçka nuk e ka shfaq ndonjë interes. Interes. Po, dy nipat i kanë që janë të e trasu, për momentin kanë fillu me e trasu rrugën, janë bineq, Sa mirë. Kroni edhe Froni. Ata lujnë trepsh, besoj. Po, ata janë dhe me thonë pjesë e U12 qave. U12. Janë 10 vjeçar. Dhe lujnë për U12. Janë të lujnë U12, me të vërtet, po shifët mirë për momentin, normal që është të ndëherët, po shpresoj që kanë me trasu rrugën. Në fund, për fund një mesazh për gjithë ato tifozë që po i përcjellin këtu finale kaq emocionuese, si për Trepçën ashtu edhe për bashkimin, të me shiju basketbollin edhe me përjetu këto superfinale që po shijojnë. Unë e thash edhe ma herët, këtu humbës nuk ka. Gjithçysh është situata vin-vin, a? Vin-vin. Ndoshta dikush fiton ma shumë, e dikush pak ma pak. Po gjithçysh Po fiton. gjithçysh fiton. Se me të vërtet me lytë finale është dy ekipet më të mira në ligë, edhe mund të them birë dikun 5 ekipe ose 6 që në kam bugjet shumë ma. Apo kuptan. Edhe ti, tash për momentin, bugjeti nuk po dallon si për para. Nuk është ai dallimi. Kush ka arrit me kap bugjet pak më të mirë, u bë kampion sigurt. Tash për momentin, kush po vjen deri te skautimi i skuadrës më të mirë, kush po bën selektim të lojtarë më të mirë, kush po ka atmosferë më të mirë brenda skuadrës, kush po ka përkrahje më të mirë edhe pi qytetit, pi shikuesve. Juve nuk ju mungon kjo Neve pjesë. nuk na mungon ajo, edhe për çat arsye deri tash kemi me të vërtet sukses që shpresoj edhe si vjet me arrit këtë synim, e tani më janë me përgatit për vitin e ardhshëm. Drilon, faleminderit shumë, knasime të pas në podcast, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe për juve, po ta knatësin që sot e pak ndoshta me përqum dhe një mesazh Shumë si për mesazhe. trit, si për basketbollarësit, shpresoj që kjo finale me u përfundu në mënyrën më të mirë të mundshme, pa probleme, pa ekscese, që me u kënaq jo vetëm dashamirët e këtu në dy skuadra, po gjithë dashamirët e Gjithë basketbollit. dashamirët e basketbollit. Drilon, faleminderit shumë. Faleminderit edhe. Keni qenë me podcast në rrit bashkë me mua Rrezik Syku e Drilon Hajrizin, ju mos i humbisni superfinalet që po zhvillohen mes bashkimit e Trepçës. Për informatat e fundit vizitoni Kosova Women Basketball dhe Kosova Basketball Federation. Deri në episodin tjetër, rini në rjet.